çka do flas? Pra, për zgjedhjet në Amerikë, nëse sot nuk do shihej një akt shumë shëmtuar në këtë parlament, si një pjesë e kësaj salle, duar trokitit një njeri, i cili tha se ai që sot është president i Shtetet Bashkuara, nëse zgjidhet siç u zgjodh, do ishte një fatkeqësi kombëtare. Pare njerëz që do rokitën sot. Edhe unë e di pse e bëni. E nuk kam arsye të pyes. Ajo që pyes është pse erdhi sot prapë Edi Rama, edhe unë gref në këtë parlament, duke u mburur se fjalët që ka thënë për njeriu që u zgjodh presidenti i Shtetit Bashkuara janë të merituara. Dhe se ka sipas tij disa levantin këtu, që duhen fajsuar se po bindin shqiptarët se ai ka pasur drejt. Besoj e dini që do të thënë Levantin. Levantin janë sipas Konicës, se ka disa kuptime fjala, po sipas Konicës, Levantin janë gjithë ata që jetojnë në zonën e orientale, Turqi, Siri, Jordani, bëhet fjalë para 100 vjetësh, dhe lejnë sjellën dhe bërë parfum, edhe frynin të pasmet, për të dukur si francez. Edhe ka shumë sot, akoma, që janë si Levantin të Konicës, edhe dini për kë kanë fjalën. Çështja për sot, çështja sot, është pse vendosi Edi Rama, jo të rreshtohet vetë në krah një kandidati për zgjedhjen e Shtetet Bashkuara. Pyetja është, pse vendosi të rreshtojë Shqipërinë? Se kjo është ajo që bëri. Nuk u rreshtua vetë, se vetë mund të rreshtohet në krah kujt doj. U rreshtua si kryeminist i Republikës së Shqipërisë në krah të një kandidati që për arsyet e veta humbi. Pse për fat keq është kryeministri i Shqipërisë kaq mendelet? Pse është kaq mendelet? Edhe kaq bosh, saqë pam sot fryrën këtë parlament. Do t'ja them pse, sipas meje. Unë jam i bindur se Edi Rama nuk e çoi në këtë fushat zgjedhjes në Amerikë as mendeletësia, as arsyeja, as simpatia për një kandidat që mund të ishte totalisht e justifikueshme dhe e kuptueshme. E çoi interesi banal dhe meskin, i cili me sa duket vazhdon si një virus në këtë parlament. E çoi interesi vogël për të hapur një derë, apo për të hapur një deriçk, apo për të kapur një selfie, apo në një buzëqeshje. Ajo që e dënëroi të arreshtoi Shqipërinë në një palë zgjedhje në cilat ajo Republika e Shqipërisë nuk kishte dhe s'mund të kishte asnjë punë. E thash, si piktor i pavarur, si politikan amator, dhe në fakt se një amator profesionist, se prej vitesh e njoh dhe kam krijuar këtë bindje, është një amator profesionist, mund të rreshtojë me këtë donte. Si kryeministri i Shqipërisë nuk e kishte dhe s'mund ta kishte këtë drejt. Megjithatë, ai zgjodhi të rreshtojë, por nuk bëri vetëm kaq. Bëri shumë më shumë se që kërkua nga ata që e kërkuan. Ajo që bëri Edi Rama në fakt nuk ishte një përzgjedhje vetëm. Nuk ishte një zgjedhje. Ofendoi edhe fyu një kandidat. Çka në fakt as zonja Clinton vetë nuk e bëri. Se zonja Clinton, edhe kushdo që ishte kundër Donald Trumpit, nuk e konsideroi atë si një fatkeqësi kombëtare për Amerikën dhe as u lut në anglisht edhe në CNN se dhash zoti ky njeri nuk e fiton zgjedhjet. Sikur Hileja ishte në një dekorat, pa dyshim, Edi Rama do kishte mundësi të bënte ekspozitën më të madhe në botë në këtë galeri mashtrimi. Sepse Hileja edhe mashtrimi që përdori të radhë, sigurisht shkëlqen edhe rastin e zgjedhjeve në Amerikë. Për shkak se ky debat u hap pa shkak në Shqipëri, kam parë këto ditë deklaratat që kanë bërë lider tjerë botror, kryeministra, ministra, personalitete politik, sa i takon zgjedhjeve në Amerikë. Askush, për fatkeqësinë e juve që e durrokitët sot, nuk ka folur si kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Askush. Ka njerëz që natyrisht nuk janë dakord, edhe s'mund të jenë dakord me të gjitha pikpamjet e Donald Trumpit. Edhe kjo është normale, por askush nuk e ka thyer duke konsideruar fatkeqësi kombëtare. Askush. Dhe
pyetja është, nëse ky që kemi kryeministër, tha se me fitoren e Donald Trumpit, marrëdhëniet shqiptaro-amerikane rrezikohen. Kjo është që letë, rrezikohen apo kërcënohen. Pyetja që kam kush rreziku sot? Kush të kërcënon Shqipërinë sot? Ai që u zgjodh sovran nga populli vet, apo ky që tha një gjë që sot nuk e justifikon dot. Edhe padyshim nuk e ka bërë për shkak bindjes, as për shkak besimit. E ka bërë për shkak sponsorizimit. I sponsorizuar. Ka hyrë i sponsorizuar në një fushare elektorale në cilën kryeministri i Shqipërisë nuk ka dhe s'duhet kishte dhe s'mund të ketë asnjë punë. Si u fut pra në fushantën e zgjedhjeve në Amerikë, Edi Rama? Ja u them unë si u fut. Si një trompist. Si një trompist. I marrë me qira për të shurdhuar fushat e kundërshtarit, në të rastin Donald Trumpit. Ishte një trompist. I marrë me qira nga një orkestër. E çfarë tha? Çfarë tha? Tha, pse jam kundër edhe sot? Pse jam kundër, tha Donald Trumpit, edhe unë burr, se pas ka qenë kundër muslimanëve, pas ka qenë kundër Kosovës, edhe pas ka qenë kundër emigrantëve. Po pse çfarë është ky imam i xhamis Lagjes, që mas ka marrë përsipër të mbrojë muslimanët e Shqipërisë nga rreziku amerikan? A jeni mirë apo s'jeni? Çfarë përsi ka ardhur si imam Lagje? Si imam i rilindjes? Pas ka marrë përsipër mbrojë Kosovën nga rreziku Trump. Unë kam përshtypjen që u sqarua. U sqarua se ky kandidat, pas ka kërkuar që në Kosovë të futen dhe trupat toksore. Edhe ky është i mashtrim i rëndomt, që tha sot prap. Është i rëndomt. Ka kërkuar që mos ketë vetëm bombardime, ose mos ketë bombardime, por të ketë trupa toksore në Kosovë. Çka në fakt? Ka qenë një opsion i kohës, dhe më flasë për vitet 99-2000. Ky debat, se si do të ishte ndërhyrja në Kosovë me trupa në tokë, apo me bombardim nga ajri, ka qenë debat i madh brenda NATO-s edhe gjithë alatëve ndërkombëtare dhe perëndimor që u futën në Kosovë. Çfarë tha tjetër? Po mbroj, tha, emigracionin. Kush e thotë? Kush e thotë këtë? Kemi qenë në këtë parlament para 3 muajsh, ku kriza e refugjatëve edhe emigrantëve që vinë nga Siria erdhi shumë afër Shqipërisë, edhe kampet në Janin, edhe veriun e Greqisë u mbushën me emigrantë që vinin nga Siria. Ky është i vetmi njeri. Ky është i vetmi, mbas kryeministrit hungares. Është një specie në llojin e vet, i cili tha, nuk ka punë Shqipëria me emigrantët. Dyert tona janë të mbyllura. Kush e thot këtë? Edhe do shkojë të zgjidhë problem që ka Amerika me emigracionin që vjen nga Meksika. Kryeministri i vendit më të varfër në Europë, dhe për fat mirë akoma, i vendi më pro-amerikan në Europë. Siç u thash, ne mund të kemi secili timin tonë për kandidatët, edhe unë nuk kam dalë të flas as për njërin, as për tjetrin. Unë se kam kërtakër dhe as kush ka nëse ka. Të përcaktoj se kë zgjedh Amerika presidentin e vet, për sa kohë që vetëm gjë që ne na intereson, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbrojtësit më të madh, jo të Shqipërisë, po të demokracisë në botë. Dhe është demokracia fitoria më e madhe e Shqipërisë edhe në këto 25 vjet. Pyetja pra është më e thellë. Pse merret me qira kryeministri i Republikës së Shqipërisë? Se në ato zgjedhje në Amerikë është një trompist i marrë me qira. Si ka mundësi që përdoret kaq lehtë nga interesa dhe ambicie jashtë Shqipërisë? Edhe kjo nuk është hera e parë, është e përsëritur. Se ky është debati. Nuk më intereson mua se kë zgjedh Edi Rama. Çështja është pse kryeministri i Shqipërisë përdoret dhe merret me qira në fushata zgjedhore. Si ka mundësi? Nuk ka sens madurie edhe respekti për këtë vend, me cilin simbolizon veten, se tha dhe sot, kush është kundër meje, është kundër Shqipërisë, e tha ky. Ka arritur në këtë ditë, në këtë pikë, sa simbolizon veten me Shqipërinë. E çfarë bëri para 2 javësh, edhe në këtë rast që flasim, me zgjedhjet në Amerikë? Si ka mundësi pra, të jetë kaq mendje lehtë? E kaq i lehtë, edhe kaq fyçk po doni, kaq fyçk. Edhe kaq i papërgjeshëm. Sa mos kuptoj se Shqipëria është me Amerikën.
Jo se Amerika është vend i madh, se vend ndaja bota ka sa duhesh, edhe më të ndaja se Amerika, sepse është vendi më demokratik në botë. E kjo është arsyeja pse ne jemi pro-amerikan. E nuk jemi pro-kines, e nuk jemi pro-indian, e nuk jemi pro-rus. Jemi pro-amerikan, se është vend demokratik dhe nuk mund ndërhyjmë në demokracinë e tyre për sa kohë që këto zgjedhje ishin të lira, ishin ndershme, ishin funksionale, transparente dhe ishin leksion për botën. Për çfarë e bën pra? Për çfarë e bën kryeministri i Shqipërisë që hyn në një garë të pa që s'ka si punë me Shqipërinë? Ja u them unë, për i foto, për i dorë, për i gisht, për një lëmosh. Për një lëmosh, kjo është çështja. Se sa çmim të lirë ka kryeministri i Republikës së Shqipërisë e pam zgjedhjet në Amerikë për një foto. Për një foto, për 5 minuta takim më shumë. Shkoj u fut aty si një trumpist e theksoj, i marr me qira dhe nuk po bëj shaka. Unë besoj e di. Siç e dini të gjithë juve këtu, që sot Dordokitet kur ai tha, po, Donald Trump është fatkeqësi kombëtare për Shtetet e Bashkuara. E di unë, edhe ju e dini, se pse është kaq mendelet ky njeri? Pse është kaq mendelet? Kaq i lehtë, edhe kaq i papërgjeshëm. E dini të gjithë ju. Edhe o them prap, sepse nuk ka as një parim, ka vetëm interes. Dhe i vetmi parim që ky ka është interesi. Dhe i vetmi interesi ka është pushteti. Asnjë gjë më shumë, asnjë gjë më pak. Thëm këto, mbarova zonjë. Thëm këto, mendoj se ky parlament ka detyrimin t'ia zbardh faqen këtij Shqipërisë. T'ia zbardh faqen Shqipërisë, duke denoncuar zyrtarisht qëndrimin e kryeministit të Republikës së Shqipërisë, papërgjeshmëria e cilit po cënon marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara, duke na arrestuar gabim për gjithë ata që qeshin këtu, duke na arrestuar gabim në një garë në cilën ne s'kishim asnjë punë dhe s'mund të kishim asnjë punë. Unë besoj pra se ky njeri që erdhe u gafur sot, si Levantin, që lyhet me parfum, Serhat Konicës, ky Levantin kishte sot detyrimin jo të gafurrej, jo të ngrefej, po të kërkonte ndjes. Padyshim. Kërkonte ndjes, çka nuk e bëri. Përkundrazi, çka nuk e bëri. Kujt kërkonte ndjes? Natyrisht jo Donald Trumpi, se kjo nuk më intereson. Duhet i kërkonte ndjes qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Radh parë, qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, të cilëve për herë të parë, në historinë moderne që nga viti 91, po flas, ju futi në kokë frikën dhe paranojen kundër Amerikës, duke dëmtuar në fakt sentimentin e fortë që shqiptarët kanë si pro-amerikanë. Se nëse i thua shqiptarëve që aty po vini fatkeqësi kombëtare, që ju kërcënon si musliman, ju kërcënon si kosovar, ju kërcënon si emigrant, dhe kujt, një kombi që ka prodhuar 1 milion emigrant, çfarë i thua atyre? Çfarë i ke thënë amerikanë shqiptarëve në atë rast? I ke thënë që po zgjidhet dikush që kërcënon të ardhmen tuaj. Do i tha pra, a dojnë ta përkthejmë apo jo? A dojnë ta përkthejmë? Isha kundër Donald Trump i tha sepse kërcënon kosovarët, kërcënon muslimanët, kërcënon emigrantët. E kush e thot të? E kush e thot të? Pra, kjo është përkthimi. Kjo është arsyeja pra që nuk mund të qeshti sot, pa pikë në turpit ju. Po përkundrazi, se ti ishi serioz, po sigurisht ti ishi serioz, do kishte kërkuar këtij, kërkonte ndjes. Si po e kërkoj unë sot, kërkoj ndjes. Sepse duke e mbyllur po jo them, ti kërkosh kryeministrit përgjegjësi, se është kaq mendelet, që nuk do thotë as me Trumpin, as me Clintonin, do thotë thjesht vetëm me Shqipërinë dhe me shqiptarët, me cilët çka ju nuk jeni. Ju nuk jeni, përsa ku ju duhet të kisti njëri kaq të papërgjeshëm.